Sistemi I ri SafeCity, I cili aktualisht është në fazë testimi dhe synon rritjen e sigurisë në komunikacion, ka shkaktuar debat të gjerë në publik në mënyrën e funksionimit dhe gabimet e mundshme teknike. Një rast I tillë është raportuar për televizionin Uskana nga Lulzim Limani nga Kërçova, I cili ka ngritur shqetësim lidhur me dërgimin e gabuar të njoftimeve për shkelje. Sipas Limanit, një prej familjarëve të tij që aktualisht jeton jashtë Maqedonisë së Veriut dhe nuk ka të regjistruar asnjë automjet në emrin e tij, I ka mbërritur në adresën elektronike një formular me shkelje të regjistruara në komunikacion. Edhe pse të dhënat në formular I përkasin personi që ka kryer vërtet shkeljen, por me emër dhe mbiemër të njëjtë me personin nga Kërçova, njoftimi është dërguar në emailin e personit nga Kërçova. Sa I përket vërtetjeve, e kanë fjalën në lidhje me këtë SafeCity që kanë lëshuar kamerat në përdorim. Më ka ardhur një shqetësim ke një familjar im se më kanë ardhur proces verbale të cilet kanë bërë shkelje në komunikacion. Gjë që këta shkelje nuk rezultojnë apo nuk janë të personit në fjalë, po menoj se kanë ardhur në adresë të gabuar. Personi I familjar im nuk jeton këtu, as po nuk ka dhe vetur të regjistruar. Mirë po I vin për shembull të një personi tjetër që ka qelluar rastësisht me emër dhe mbiemër të njëjtë, po në adresë të ndryshme. Kështu që menoj me përmendimin tim se ndoshta të dhënat kur kanë regjistruar veturën kanë dhënë informata jo adekuate ose të kishte thënë jo të sakta, të cilët informata janë më rëndësi si emaili edhe numri I telefonit kontakti që të informohet pala në fjalë. Në rastin konkret më vjen një proces verbal ku thuhet se kanë kaluar në të kuqe, se është për hir të privatësisë, nuk dua të përmes emrin e palës në proces verbal, ku thuhet se ka kaluar në të kuqe ose ka bërë disa kundërvajtje dhe vjen në email të familjarim. Kështu që familjarim në këtë rast nuk ka as vetur të regjistruar këtu në Maqedoni, as nuk jeton, përkohësisht është në vend jashtë vendit. Kështu që unë orientova te organet kompetente të Ministria e Punëve të Brendshme si shqetësim që të marrin masa për të kontaktuar personin në fjalë dhe kështu që të menjanohen ose të azhurohen informatat që t'i shkoj klientit në fakt pronarit veturës t'i shkoj direkt. Edhe pse nuk dihet sakt nëse gabimi është bërë nga Ministria për Punë të Brendshme apo nga personi që ka dhënë email adresën gjatë regjistrimit të automjetit, ky gabim po ngrit pikpyetje mbi sigurinë e të dhënave personale, funksionimin e sistemit dhe mundësinë e gabimeve që mund të prekin qytetarët nga sistemi SafeCity.